Përshëndetje për të gjithë. Atëherë pa humbur kohë, po vazhdojmë me shpalljen e aktgjykimit. Gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special, trupi gjykues pas seancës për këshillim dhe votim, sot me datë 09/10/2025, në emër të popullit merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Dibran Hoxhaj, Roland Susuri, Jesmir Badallaj, Arben Vezaj, Burim Mazreku, me shënime personale si në shkresë të lëndës, janë fajtor, sepse i akuzuarit Dibran Hoxhaj ka kryer veprën penale të vrasjes së rënd nga anëri 173 paragrafi 1 në paragrafin 1.5 i Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe veprën penale mbajtje në kontroll posedim të paautorizuar të armëve nga anëri 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të akuzuarit Roland Susuri dhe Burim Mazreku, secili veç kanë kryer veprën penale manipulim me prova nga anëri 389 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Të akuzuarit Roland Susuri, Jesmir Badallaj, Arben Vezaj, në bashkëkryer kanë kryer veprën penale pjesëmarrje në rajën nga anëri 187 paragrafi 2, ndërsa i akuzuari Arben Vezaj veprën penale pjesëmarrje në rajë nga anëri 187 paragrafi 1 lidhur me anërin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të akuzuarit Roland Susuri dhe Jesmir Badallaj, secili veç kanë kryer veprën penale mbajtje në pronësinë kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve nga anëri 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj gjykata, konform dispozitivave penale, procedurale dhe materiale, secili veç ju përcakton fillimisht dënimet. Ashtu që të akuzuarin Dibran Hoxhaj për veprën penale vrasje e rënd nga anëri 173 paragrafi 1 i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 23 viteve, si dhe për veprën penale mbajtje në pronësinë kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim në kohë zgjatje prej 2 viteve. Ndërsa në pajtim me nenin 76 të Kodit Penal të Republikës Kosovës, të njëjtën e gjykon me dënim unik me burgim në kohë zgjatje prej 24 viteve. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 03/2023 deri në plotësimi të këtij aktgjykimi. Të akuzuarit Roland Susuri për veprën penale manipulim me prova nga anëri 389 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës i përcakton dënim me burgim në kohë zgjatje prej 4 vite e 6 muaj. Për veprën penale pjesëmarrje në raje 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtje në punësi ose në kontroll të paautorizuar të armëve 1 vit e 6 muaj. Në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me 7 vite burgim. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 6/1/2023 deri në datën 16/8/2023. Të akuzuar Jesmir Badallaj, gjykata i përcakton për veprën penale pjesëmarrje në rajën nga anëri 187 paragrafi 2 lidhur me anërin 31 të Kodit Penal të Republikës Kosovës dënim me burgim prej 6 muaj, 1 vit e 6 muaj. Për veprën penale mbajtje në pronësinë kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve 10 muaj. Andaj, në pajtim me nenin 76 të njëjtin e gjykon me dënim unik me burgim prej 2 viteve. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 06/01/2023 deri në 16/8/2023. Të akuzuarin Arben Vezaj për veprën penale pjesëmarrje në raje nga anëri 187 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-s, gjykata e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 viti. Në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 6/01/2023 deri në datën 16/8/2023. Të akuzuarin Burim Mazreku për veprën penale manipulim me prova, gjykata e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 1 viti, ndërsa në këtë dënim i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim nga data 3/2023 deri në datën 29/5/2023. Armët të cilat janë përdorur në këtë veprë penale, pistoleta Ceska Zbrojevska dhe pistoleta TT, konfiskohen pashtu edhe disa karikaturë, pra 2 karikaturë, njëri me 13 fishek dhe tjetri me 8 fishek konfiskohen. Këto armë do të urdhërohet të shkatërrohet pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. Pashtu obligohen të akuzuar që në emër të shpenzimit pa shallë të paguajnë secili veç shumën nga 300 euro. Obligohen pashtu edhe në emër të shpenzimit të kompenzimit të viktimave të krimit të paguajnë shumën secili veç nga 100 euro. Të dëmtuarit udhëzohen në kontest juridiko-civil për realizimin e kërkesës pastorore juridike. Të akuzuarit Dibran Hoxha, gjykata konform njeni 366
i vazhdon masën e paraburgimit deri në plotësishmërinë e këtij aktgjykimi, por jo më shumë se sa dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim. Të akuzuarit Roland Susuri, gjykata konformnimi 366 i cakton masën e paraburgimit nga sot, data 9/10/2025, e cila masë do të llogaritet nga momenti i ndalimit, arrestimit dhe transferimit në qendrën e paraburgimit e deri në plotësishmërinë të këtij aktgjykimit, por jo më shumë se sa dënimi i shqiptuar. Sa i përket drejtës ankeset, palët e pagnashë kanë drejtë ankese përmes kësaj gjykate për gjykatën e apelit në afat prej 30 ditëve. Ndërsa arsyetimi do të pasojë me shkrim në afat ligjor, siç është i përcaktuar. Ky është vendimi i gjykatës. Mirëmbëjtje, kalofshi mirë.